Bismillahirrahmanirrahim. Njeri kur s'duhet mi mbyll gjitha dyrt me Zotin. Le ndonjë derë qel, do duhet na kime pas nevojë për mes çasoj derë me hi. Tregohet një rast Salim ibn Abdullah, një njeri devotshëm tu hesë rrugës i kanë dalë do hajnë në rrugë. Edhe kanë plaçkit, ja kanë marrë këtë parët dhe këtë mallin. Po edhe marrin këta rob me veti. Tu shku rrugës nalen të hajnat me hongër bukë. E shtrojnë bukën edhe, po ja nisin me hongër. Pe ketëve vish njoni prej hajnave s'pohan. Kush? Kryesori hajnave ish skeju atje nuk hajk. Pi thot ky që ja këshin marrë mallin e pasurin, që ja këshin plaçkit, pi thot atina pse s'pohan ti, që e skeju atje. Tha jam një nush. Të shky po qudizë. Hajnë, i dorë pi plaçkit njerëzit në rrugë, knejt po një nënë. Tha, unë e hajnë jam, ama tha e kum lanë, e kam një derë që moj më që nështë në herë Zoti për hatët qasojna, një të mirë që e bëj, Zoti me më falë edhe me më këthin rrugë që shduhet. Mas një kohë, ky Salimi, kur shkon haqë, për e sheh këtë kryesorin e hajnave, i sharë me kry haqë. Po që ditët, a i për thët këti, thët atë kum thonë që leje një derë qelë të Zoti. Mos i mshil gjitha dyrë. Bënë në i të mirë. Për hatër qasoj, vjen hesapi që Allah gjithë për hatër qasoj të mire, ta pranon pendimin edhe të thënë rrugë Zotit që duhet me kanë. Për që ta, mos u mundo që çdo derë, çdo të mirë që të vjen rasti, mos me bo e me mbyll çdo të mirë tonën, po munov që bilem na i të mirë në jetën tonë me pas, na i vest, na i punë të hajrit, që për hatër qasoj si dihet nesër Zotit ta mundson që mu pendu, mu kfjell edhe mu kthy rrugë Zotit e Milan këta ato çia të cilat i ke bu me të qel tani edhe dera inshallah për me fitu xhenetin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.